Toni qëndron përballë Bias, i emocionuar dhe paksa i tensionuar, si dikush që po mban brenda fjalë që prej kohësh ka dashur t'i thotë. Ai merr frym thellë, duke mbledhur kurajon dhe më në fund afrohet drejt saj. Syt I shkëlqejnë dhe në fytyrën e tij shihet qartë se ai nuk po e përjeton këtë moment si lojë apo improvizim. Bia. Duhet ta them, fillon ai me zë të butë. Unë kam ndjenja për ty, të kam parë çdo ditë, kam folur me ty, kam qeshur me ty dhe e kam kuptuar që jam duke rënë në dashuri me ty, nuk dua ta fshem më. Bia hap sytë e habitur, e kapur ngrohtë në befasi nga deklarata e tij. Toni afrohet edhe më shumë dhe papritur e përqafon fort. Me një përqafim të sinqert, të ngrohtë, që nuk ka asgjë artificiale. Duket qartë se ai po shpreh atë që ka mbajtur brenda prej ditësh. Bia, pas disa sekondash, I kthen përqafimin. Ajo buzëqesh dhe I vendos dorën mbi shpatull, duke e parë drejtë në sy. Toni. Edhe unë kam ndjenja për ty, I thot me një ton të qetë, por të mbushur me emocion. Ndoshta nuk e kam thënë hapur, por e kam ndjerë. Dhe nuk dua të shmang asgjë. Banorët që janë afër e vërejnë momentin, por nuk ndërhyjnë, disa thjesht buzëqeshin duke vënë re se ky është një nga ato momente të rralla kur dy njerëz hapen pa frikë. Toni e mban Bias edhe pak në krah, ndërsa thot me zë të ulët, duke mos e hequr shikimin prej saj, nuk më intereson çfarë thon të tjerët. Dua të jemi sinqert, dua të jem pranë teje. Bia tund kokën lehtë, duke buzëqeshur me atë buzëqeshjen e saj që zakonisht e jep vetëm kur ndihet e sigurt dhe e kuptuar. Atmosfera mes tyre bëhet e qetë, por e ngrohtë, dhe është e dukshme se të dy po e përjetojnë këtë moment me ndjenjë të ndërsjellë. Duket qartë që Toni e pranon hapur pëlqimin e tij, dhe Bia nuk e refuzon, përkundrazi, ajo e kthen ndjenjën. Një lidhje e re duket se po formohet mes tyre, me sinqeritet dhe afërsi që nuk mund të fshihet më.